Kandidati i Partisë Demokratike Bart Spahia zhvilloi takimet e tij të rrallës me banorët e njësisë administrative të Posribës, të cilët i njohën nga afër me programin e kësaj force politike, që ka në fokus ekonominë, bujqësinë si dhe të rinjtë e të rejat, që fatkeqësisht në mas këto 12 vite po largohen nga Shqipëria. Emigrimi është plaga kryesore që ndjehet në qytetet e fshatrat e vendit, ndërsa banorët i shprehen shqetësimin e tyre kandidatit Spahia për situatën rënd ekonomike të krijuar nga politikat e qeverisë Rama. Ata premtuan se në 11 maj me votën e tyre do të jenë mbështetës të ndryshimit, duke votuar Partinë Demokratike. Si shoj që ta gjena mas me avon. Djali doktorit është a doktor kë. Faleminderit shumë. Zoti mohon inshallah sukses. Faleminderit shumë, tonë lë bashkë. Faleminderit. Premtime që do të realizohen në mandat të parë. Unë e di se doktor Berisha më në fjallën. Alla njeri familje. Mi 80% në popullatës është largu. Është situatë të mëshme. Një shpopullim masiv. Bojmë fëmijë, na i marrin. Bojmë punëtor, na i marrin. Duhet me i marrë fatet e Posribës, e fatet tonë në dorë. Duhet me u marrë, me i dhënë me tana forcat. Urime herë. Faleminderit, tonë lë bashkë. Tonë lë bashkë. Duhet, e kena të rëndësishme. I këtë herë, si as i herë. Në kanë rëftu në atë shtatë, në më tash. Morën me bo fushat, me bo nëtë, si 46 më bo fushat për atëri. Na, me e beton shumë me krye. Për zotin. A marë tash, me a fut këta. Fiks, Posribës si ta kanë me i pri fitores 11 majit. Më lovë, jo me zemër, me shpirt, jo vetëm. Klungoja. Po mes fjalla, Klungoja. do në botën ty, Faleminderit. Partisë Demokratike Seribrisht. Klungoja, faleminderit shumë. Momenti, e zoti me pështu këtë. Klungoja. Japim fort edhe Klungoja, ka bërë këtë vend të pajetueshëm, ka nik njerëzit e ka bërë shatis. I bën njerëzit me kupë, me i këtërunë, po. Ka një jetë ka qeshtë rajtë. Në Angli, po këtë një punëtor mesator i merë 1.400 dhe 1.600 për në muj, after tax, me hek taxat. Tu një punëtor mesator nuk e merë 1.400.000 ose deri 1.600.000. As nuk diskutohet. Edhe shmimet janë ma shtrajt. Shive, 5.500 lek bën në Shqipni, 5 pan e gjys bën në Angli, po dhe me parën shqiptare janë 1 me 1. Një lloj Shqiptarët e Shqipnisë. Një lloj si në Angli. Poshtë e dirama, rrof demokracia. Gjatë takimeve në zonën e Posribës, kandidati Spahia, bashkë me mbështetjen që mori nga komuniteti i kësaj njësie qendrestare ndërbreza, garantoi se realiteti do të jetë ndryshe pas 11 majit, me programin e Partisë Demokratike që ka në fokus familjet shqiptare.